Në realitet nga sot të ndëruar vëllezër ja jetojmë të njëjtin realitet. Vetëm se me emërtime të ndryshme. Atëherë quhej koha e gurit, sot koha e modernizimit. Atëherë quhej koha e ignorancës, sot koha e civilizimit. Ndërsa i njëjti realitet është. Dhe kjo do të thotë ata që e shohim ne në familjet tona, në rrugët tona, në manifestimet tona, në mbledhjet tona, në ahengjet tona, në dasmat tona, nga zhveshja e tepruar dhe ekstreme. Or do të thotë me lidhje, me lidhje si individ, me lidhje si familjar, me lidhje si njeri që ke përgjegjësi, një burr i shtëpisë që ke përgjegjësi para Allahut për familjen tonë. Por e latë tu. Spaku mos më koni knat me një situatë të tillë. Spaku mos më koni prezent në për çdo situatë të tilla.